Me bë që nuk i pëlqeu Albin Kurtit, nuk i por vitit 2024 i ishte drejtuar Kuvendit Republikës Kosovës, ku kishte thënë se zoti Kurti po luan bixhoz me marrëdhënie ndërkombëtare dhe me ndërkombëtarët. Nga ai moment është ditur se hakmarrja ka marrë pjesë në gjitha samitet e rëndësishme në të vijë. Po që janë majt, i kam bërë hapje në disa kapitujve të rinë në botë. Kam diskutuar me Rubinin, thot, për njohjen reciproke Serbi-Kosovë. Krej këto, domethënë ja përshkruan meritat vetat. Pastaj thot, mora pjesë në bordin e paqes në Davos, që është në atë këshillin inicues apo në themelus të Davosit, është e vërtetë që ka marrë pjesë dhe ai. Ato janë madhështit e zonjës Vjosa Osmani, sidomos në Washington, kur ishte në prezent atje dhe Trumpit diskutonte si me një njeri shumë të afërt të vetin, duke i thënë me gjeste se telefonom nëse keni probleme me Serbinë dhe unë do t'jem aty. Këto vërtet ishin gjeste që na pëlqyen të gjithë shqiptarëve, nuk i mohojmë, por çka me bë që nuk i pëlqeu Albin Kurtit, nuk i pëlqeu as bordi i paqes, nuk i pëlqeu as pjesëmarrja në Washington atje, ku pati diskutim zoti Edi Rama, nuk i pëlqeu as ardhja e Edi Ramës në Kosovë, ku shihej se po përkrahte kandidaturën e zonjës Vjosa Osmani. Prej këto janë probleme e mas shumti, aty ku ka filluar të porzja e zonjës Vjosa Osmani është kur në shtator të vitit 2024 i ishte drejtuar Kuvendit Republikës Kosovës, ku kishte thënë se zoti Kurti po luan bixhoz me marrëdhënie ndërkombëtare dhe me ndërkombëtarët. Nga ai moment është ditur se hakmarrja e zotit Kurti herë do kur do të vijë, sepse ky njeri është hakmarrës dhe nuk fal. Pa marrë parasysh që Vjosa Osmani tentoi që t'ja caktoi datën e përshtatshme të zgjedhjes, edhe ja caktoi 28 dhjetorin sipas kërkesës që i bëri drejt për drejt Albini. Por aty edhe ju premtua se ti do t'jesh presidente, por tradhtit te zoti Kurti fare nuk bëjnë përshtypje, ai nuk tradhton vetëm ne, ai ka tradhtu zonjën Vjosa Osmani mu në këtë rast.